është pasuria, pse më shhapur ka shumë kjo? Pasuria e deputetëve të rinj. Ana Dajko. Ana Dajko, si që shikon, atë keqen, bravo. Ana Dajko është deputetja, edhe shqyqyr që kemi një foto të saj është kapur një ditë të bukur nga njerëzit, 1 milion euro të deputetjes rastësore të Lapajt. Kjo zonja këtu, pas përplasjes Shabani Lapaj, njëherë Daja, pastaj Gjaja, pastaj Halla, bashkë me gjërë përkatëse, iku Shabani. Kjo zonja se që kishte me Lapaj një tip misje, krushqie, diçka e tillë, dhe hyri deputete. Gjitha e lufta e madhe, qarjes në bandës, lufta parimore, e të tjera, shkojnë hale, zonja hyri në parlament, po gjithsesi thamë që do ishte një nga ato shakat e listës. Jo, mërë shok, që nga zonja 1 milionshe, unë për vetën time jam pro, dhe thënë drejtën, të pasurve. Sidomos kur e kanë me djersën e ballit. Por jam pak skeptik në pjesën e mungesës transparencës. Që të bërë ca gjëra që kur s'u morën vesh, gjysma e koalicionit, pra Endri Shabani, iku bë avokati i popullit, kapi goxha post, që të paktën për 5 vjet është mbret. Gjysma tjetër ka marrë kariken dhe do të kapi i fet opozitës. Dhe ka futur këtë zonjë këtu. Kuptoni moralin e politikës shqiptare, se unë kam të vështirë tani ta kuptoj.